Për saktësi kemi pas quorum për të filluar seancën e jashtëzakonshme, sepse seanca ftohet me 40 nënshkrime edhe ishim të pranishëm më shumë se 61 deputet. Atëherë ashtu sikurse ishim dëshmitar të gjithë, e filluam seancën për zgjedhjen e presidentit, presidentes në këtë rast, duke parë se nuk ka asnjë iniciativë nga asnjëra nga partitë tjera. Ne vazhduam edhe kësaj radhe me 2 nominime të reja, në këtë rast me 2 aktiviste, gra të denja, veprimtare dhe profesioniste, në mënyrë që të vazhdojmë me zgjedhjen e presidentit edhe të shmangim zgjedhje të reja. E patë se ishim të pranishëm në sallë gjithsej 64 deputet dhe sikurse deklaroi edhe kryetaria e Kuvendit, zonja Agjeu, asnjë nga deputetët nuk ka njoftuar për arsye të mungesës në seancë. U pa që zonja Feride Rushiti kishte mbështetjen e deputetëve, faktikisht ajo kishte 63 vota nga deputetët që ishin të pranishëm dhe morën pjesë në votim, ndërkohë që nuk ishin të pranishëm deputetët tjerë. Pas këtij raundi, siç e vërejtet, u ndërprej seanca edhe është planifikuar që të vazhdojmë nesër në orën 10 dhe unë shfrytëzoj edhe këtë mundësi që t'i ftoj të gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës, pra deputetët tjerë që të marrin pjesë në seancë dhe të mundsojnë zgjedhjen e presidentes, sepse me aq sa jam në njohuri nuk ka asnjë hezitim në raport me personalitetin dhe figurën e zonjës Rushiti, doktoreshës Feride Rushiti, dhe i ftoj që të bëjmë pjesë e seancës nesër. Për saktësi kemi pas quorum për të filluar seancën e jashtëzakonshme, sepse seanca ftohet me 40 nënshkrime edhe ishim të pranishëm më shumë se 61 deputet për quorumin për të filluar seancën. Sa i përket pyetjes se a presim që nesër të vinë deputetët, sigurisht të bëj thirrje që të marrin pjesë në seancë edhe të shmangim edhe një palë zgjedhje të reja.